Kam parë një video që më ka dalë në TikTok një hoxh, qysh këtu ka fillu të merri i leximit pyetjes. Ethet, me të kap ethet, e ke parasysh? Sa e shoh për shembull që thotë, më ka dalë një hoxh në TikTok, fillo gjaku mlun. Po ky hoxha ishte nga një vend tjetër. Dy fish, pa doli njëri hoxh, problem. Po pse çdo hoxh që del duhet ta ngjojmë? Nuk është hoxha jot që ti njeh kaloje. Pse harxho ymrin tënd në njerëz që nuk i njeh, që nuk i din? S'është i besueshëm i yt nga hoxhallarë që ti merr fen prej tyre, kaloje. Dhe nga një vend tjetër, hajtë shohim çka ka thonë ky tani. Dhe thoshte që planifikimi financiar është i gabuar. Që era tamam valla, që ka ekspert i fushës. Po çfarë bëjmë sipas këtij? Çfarë bëjmë? Çoj ke hoxha, ti knoj hoxha. Dhe thoshte gjithashtu dora e djathtë duhet ta nxjerr lekun pa e ditur e majta. Po pse folin këto duart me njëna tjetrën? Theçi kokën anë maton se duhet t'jap ca lekun. Po faktikisht ka i hadith, po hadith është në kuptim figurativ. Pse nëse nxjerr lekun njeriu me të dyja duart, pranohet? Jo, do ta nxjerrë me djathtën edhe e majta në atë moment rin xhept. Që mos ta shohë djathtë të majta. Është kuptim figurativ, në kuptimin mos ta dinë njerëzit sa më çeft. Kështu që hajër inshallah. S'do të më bë planifikim, edhe do të më nxjerr në çeftas. Mirë, kjo në çeftas është mirë. Sa vërtet është se unë për shembull jam një person që shpenzimet i planifikoj që në fillim të muajit të llogaris. Mashallah, turit Zoti. Je në rregull dhe mos e ngjao hoxhën. Atë hoxhën mos e ngjao. Atë që ka thonë kështu s'lejohet s'bën.